Nëse do të shtukni një ligj që vetëm na bën të vuajmë, cili do ishte? Ligj kisha mujt me zhduk dhe nuk ka një tillë që kisha dash me zhduk, mirë po ka dispozita ose pjesë saktuara në disa ligje. Ajo që më kujtohet shpejt që kisha zhduk menjëherë është kur e kemi inkriminu që vlerësoj që kemi bërë gabim të rëndë si shtet, kur një mori të shkeljeve të rregullave në trafik i kemi inkriminuar si vepra penale. Kështu nëse vazhdojmë kështu pra si është, për pak vitesh pothuajse nuk do të mbetet qytetar pa e pas një precedent penal në historikun e tij, e cila është vështirë të shlyhet dhe kërkon kohë. Kështu që vlerësoj që është dashur të jemi shumë rigjid, shumë të ashpër në këtë drejtim dhe vetëm në disa raste të kufizuara ta inkriminojmë si vepër penale, përndryshe pjesa tjetër të mbetet kundërvajtje. Kjo nuk është edhe pasqyrë e mirë edhe në rast se ne dim që udhtojmë shpesh dhe ai historik do të na paraqitet në secilin vend tuaj që shkojmë dhe aty nuk askush nuk do të lodhë dhe të shqetësohet ta verifikojë se a është vepër penale e vrasjes apo vepër penale e shkaktimit të një aksidenti trafiku pa pasur njerëz, mirë po që ka pasur dëme deri në 10.000 euro. Pra është komplet jo logjike dhe është tendencë ta rregullojmë një problem, mirë po me mjete dhe mekanizma të gabuara dhe në dëm të komplet mirëqenies së qytetarëve.